Dje në Kosovë janë mbajtur zgjedhjet e parakohshme parlamentare për të zgjedhur legjislaturën e 10 të Kuvendit të Kosovës. I gjithë procesi zgjedhor është zhvilluar qetë dhe pa probleme, përjashtuar disa problemeve të vogla teknike. Pas procesimit të rezultateve preliminare në platformën e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, lëvizja Vetëvendosje ka fituar 49.30% të votave, e pasuar nga Partia Demokratike e Kosovës me 21% dhe Lidhja Demokratike e Kosovës me 13.57%, ndërkaq Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës sipas këtyre rezultateve ka marrë 5.68% të elektoratit. Në bazë të këtyre rezultateve, fuqia partive në Kuvendin e Kosovës është si më poshtë. Lëvizja Vetëvendosje siguron 56 deputet, Partia Demokratike e Kosovës 23 deputet, Lidhja Demokratike e Kosovës merr 15 deputete, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës 6 deputet, ndërkaq 20 deputet ju takojnë komuniteteve. Kujtojmë se nisma socialdemokrate me vetëm 1.7% të votave nuk ka arritur të kaloj pragun zgjedhor. Ndërkohë, njohësit e zhvillimeve politike vlerësojnë se zgjedhjet e 28 dhjetorit ja sollën partisë së kryeministrit në detyrë Albin Kurtit një fitore spektakolare, të cilën ajo e arriti kryesisht fal dobësive të partive opozitare. I pari i lëvizjes Vetëvendosje, Albin Kurti, pas shpalljes së rezultateve preliminare nga KQZ, tha se sa më parë të certifikohen rezultatet e zgjedhjeve, aq më shpejt do të krijohen institucionet. Kurti gjithashtu në paraqitjen e tij pas rezultateve preliminare ka ftuar parti të tjera që të bashkëpunojnë për marrëveshje ndërkombëtare, duke thënë se ky hap do të jetë test për bashkëpunimin e mundshëm të mëtejmë, përfshirë edhe çështjen e zgjedhjes së presidentit të vendit në Pranverë.